Ngjarjet e vazhdueshme kriminale janë bërë e thënë në qytetin e Sarandës, ku që nga sezoni turistik, por e tani në muajt e parë të vjeshtës, vazhdojnë me rëmbime, plagosje, vrasje, shpërthime, të cilat rrezikojnë jetën e banorëve të qytetit Sarandës. Si deputete e Sarandës kam bërë shpesh shqetësimin publik për këtë gjendje, duke i kërkuar Ministrisë së Brendshme nëpërmjet strukturave të Policisë së Shtetit të reagojë, të vënë kontroll dhe të monitorojë terrenin në qytetin e Sarandës. Duhet që policia e shtetit të reagojë për të parandaluar ngjarjet, për të qenë ajo pararendse asaj që do të ndodhi në Sarandë dhe jo për të numëruar viktimat mbasi ngjarja ka ndodhur. Shpërthimet e hapësirshme të ngjarjet që edhe qytetarët edhe banorët e Sarandës i dinë dhe i presin. Vetëm policia e shtetit nuk i di dhe nuk merr masa për të kapur autorët. Unë bëj thirrje si deputete e Sarandës të kthejmë syt nga ky qytet. Ky qytet po kthehet si Palermo e viteve 80 dhe nuk është qyteti që meritojnë banorët e ndershëm punëtorë të Sarandës.